Horoskopi ditor e diel 7 qershor 2026. Dashi. Sfera e dashurisë sot premton të mira dhe do të ketë shanse të shkëlqyeshme dhe për organizimin e një udhëtimi kënaqësie me të dashurin. Sezoni i bukur po afrohet edhe dëshira për t'u argëtuar bëhet më e fortë. Beqarët do të kenë një mënyrë për të zgjidhur një çështje familjare. Ndërsa puna vazhdon mrekullisht dhe do të keni kënaqësi të mëdha. Angazhimi dhe këmbgulja do të shpërblehen. Demi. Sot në një nivel sentimental, do të duhet të shfrytëzoni disa mundësi për të zgjidhur gjërat me partnerin tuaj dhe për të sqaruar gjithçka që ka mbetur e pazgjidhur. Zemrat e vetmuara do të hedhin dritë mbi synimet e tyre për të ardhmen, falë rrethanave që do të jenë fatale. Ndërsa faza e punës është më pozitive se kur dhe çmime të ndryshme ju presin. Ju keni mbjellë mirë, kështu që e meritoni. Binjakët. Dashuria do të jetë e favorizuar sot dhe madje edhe çiftet e reja do të kenë shumë mundësi për të forcuar një bashkim që sapo ka filluar. Ju do ta gjeni veten të rrethuar nga butësia. Beqarët do të jenë në qendër të vëmendjes dhe do të mbledhin suksese si në një mjedis sentimental dhe punë. Yjet në shenjën tuaj do t'ju garantojnë sukses në çdo iniciativë apo projekt që dëshironi të ndërmerrni. Gaforia. Nuk do të jetë një ditë e lehtë për ndjenjat. Për fat të keq, mund të bëhen dhe diskutime shumë të forta me partnerin tuaj. Nëse nuk menaxhohet siç duhet, mund të çojë në shpërbërje. Ka ende kohë për beqarët të mendojnë për dashurinë. Komunikimi mirë me kolegët dhe prorët do t'ju bëjë shumë mirë dhe do të kaloni një ditë të këndshme në punë. Luani. Edhe sot, ju mund të mbështeteni në praninë e yjeve, të cilat do t'ju japin emocione të mëdha dhe një bashkëpunim shumë të fortë me partnerin tuaj. Takime vërtet të jashtëzakonshme për beqarët. Ka ardhur koha të kthehet në buzëqeshje pranë një dikujt të denj. Një pikëthesë e afërt në vendin e punës do t'ju bëjë tepër të lumtur. Virgjëresha. Vazhdoni të testoni në dashuri dhe kur keni menduar që mund të merrni frym, një pshertim lehtësimi, keqkuptimi dhe grindjet do të rishfaqen. Beqarët nga ana tjetër do të jenë në gjendje të përqendrojnë gjithçka në ndjenja dhe të lënë mënjan mendimet e këqija. Tensionet me prorët dhe kolegët në punë do t'ju bëjnë nervoz. Nuk është koha ideale për të ndërmarrë projekte të reja dhe biznese të reja. Peshorja. Një ditë disi e komplikuar nga pikpamja sentimentale. Tensioni me partnerin tuaj do të rritet, veçanërisht nëse vazhdoni të shmangni disa tema. Prandaj është më mirë të hapni veten në dialog. Lajmi mirë për beqarët do të vijë. Ata do të gjejnë entuziazmin dhe do të bëjnë njohje të reja. Perspektiva të reja për të ardhmen në punë. Ju do të keni shanse të reja për të mbështetur, me siguri. Akrepi. Një ditë pasionesh dhe zbavitje sot. Nuk do të jeni në gjendje të thoni jo për mundësitë e bukura për të jetuar momente të paharrueshme në dashuri. Mos u lutoni nga ngjarjet e papritura. Planeti i dashurisë sot do të ndesë zjarrin e shuar. Do të njihni njerëz të rinj që mund t'ju ndihmojnë në profesionin tuaj. Mos u mbisni mundësitë më të mira për sukses. Shgjetari. Nëse jeni në një çift, më në fund do të keni mundësi të sqaroni ndjenjat tuaja dhe të kuptoni nëse dashuria juaj është e destinuar të zgjas. Bisedoni me partnerin tuaj. Zemrat e vetmuara mund të bëjnë takime të rëndësishme dhe të jetojnë momente shumë të pasionuara. Hëna e favorshme ju jep një veshje shtesë dhe në vendin e punës do të jeni në gjendje ta bëni veten të vlefshëm dhe të arrini qëllimet e vendosura. Bricjapi. Dita për të jetuar në frymën e ndjenjave. Së fundmi, do të keni një shërim të këndshëm në mjedisin e dashurisë. Yjet do t'ju ndihmojnë të sqaroni një situatë që ka qenë prej kohësh plot dyshime. Edhe beqarët do të jenë në gjendje të jetojnë një histori të re pa hezitim dhe të rifitojnë një mirëkuptim. Yjet mbrojnë nismat tuaja dhe do t'ju japin të gjithë forcën dhe energjinë që ju duhet që të mos hiqni dorë. Ujori.
Sot planetet rrisin tensionet me partnerin dhe mund të përfundoni duke luftuar pa ndonjë arsye të vërtet. Mundohuni të qëndroni të qetë. Beqarët do të ndahen midis çështjeve të punës në mënyrë të drejtë dhe tensioneve në jetën private. Në punë gjëra do të shkojnë mirë dhe do të keni mundësi të arrini rezultate të mëdha, veçanërisht nëse luani rol menaxherial. Peshqit. Opozita e yjeve e bën komunikimin të vështirë dhe ju duhet të reflektoni për të rimarrë energjinë tuaj. Lejojini vetes një relaksim. Zemrat e vetmuara do të kenë plane të dashurisë në anën e tyre dhe do të vënë një person të veçantë në anën e tyre. Për sa i përket punës, planetët do të krijojnë probleme sidomos në vendin e punës, por mos keni frikë. Koha më e mirë do të vi më pas.